Gjesti ka dhënë një intervistën e parë pas Big Brotherit dhe tani ka folur pa doreza për ndodhit në shtëpi, nga incidenti me Jozin e deri tek Egli. I njohur me Nofkën Gjesti është pikërisht ai që është dashur nga publiku shqiptar. Gjesti ka fituar Big Brother VIP dhe çekun për 100.000 eurosh e ka marrë në mbrëmjen e prajmit final. Gjesti pas fitores është prononcuar për herë të parë në media, ku fillimisht u pyet për incidentin e shumë përfolur me Jozin, ku rrëfye. Unë derisa kam hyrë në shtëpi nuk më ka shkuar në mendje se mund të ndodhë ajo. E pranoj se kam kaluar shumë herë kufirin, kam menduar se po talleshim bashk, nuk më shkoi në mend se mund të arrinte aty ku shkoi. Megjithatë unë gjërat që kanë ndodhur brenda shtëpisë i lë brenda. U përgjigj Gjesti për incidentin, ndërka që pyetur për rrugtimin e tij nga eliminimi në Big Brother VIP Kosova në finale në Shqipëri. Gjesti u shpreh: kur kam dalë prej atje, kam ditur që kam mbetur rruga pa plotësuar. E dija që kam diçka që më është bërë një e padrejtë, e di ata vet. Edhe kur më thirrën këtu të vi, nuk e kam besuar derisa kam bërritur te dera Top Channel-it. Thosha dua të bëjnë hajgaret. Kur mi kanë hapur dyert, atëherë kam thënë, po mund ta bëj dhe kam për ta fituar. Për vlerësimin e vetes brenda shtëpisë, Gjesti foli pa dorashka, përderisa jam fitues, normal që kam luajtur fort, kam kqyr vetëm ti qesi jashtë 1-1, s'kam pas mëshirë për ta hiq, sepse edhe ata s'kan pas për mua, askush. Gjesti u ndal edhe te falenderimet, teksa tha: e falenderoj më së pari veten që kam duruar shumë e kam mbajtur disa gjëra që të tjerët s'kan mundur t'i mbajnë. Kam duruar edhe prekje fizike të më bëjnë vetëm që të mbërris sot këtë fitore. Kështu që faleminderit publikut, faleminderit Zot, faleminderit familje, faleminderit çdo sen që e kanë bërë për mua, krejt anën mban botës shqiptar që kanë dërguar vota për mua, më kanë votuar, faleminderit shumë. Ndoshta shembull nuk kam qenë, por ndoshta mund të keni qenë të lumtur me mua, kështu që faleminderit shumë. Ai e mbylli duke dhënë edhe premtimet për të ardhmen, teksa tha: shumë muzikë, s'do të ndalem kur, shpresoj të kem shëndet, shumë punë dhe besoj që do më doni edhe më shumë siç ju dua unë. Ai u pyet në fund edhe për marrëdhënien me Eglin pas daljes, teksa tha: unë i kam treguar Eglit edhe brenda që nuk kam diçka më shumë me të, nuk e shoh, por unë do të vazhdoj jashtë dhe të shohim ku shkon. Ndoshta rrugës mund të shohim diçka më shumë, se nuk gënjeje, nuk i premtoj askujt, kështu që jam i njëjti. Edhe jashtë ja kam thënë ato gjëra si brenda, u shpreh ai.